lufta që ka filluar 3-4 javë, seriozisht, por mbas të hënës bet kret ndryshe, shumë e hidhur. Unë do them të gjithë shqiptarëve kudo që janë, largohuni sa më shpejt, e kam serios. Ne e dim çfarë do bëhet. Do jetë shumë e hidhur. Po Shqipëria nuk goditet. Evropa do ketë shumë hidhërime. Është me orë. Sepse është hapur lufta. Është hedhur guri në det. Tashi kush do të gjej më përpara. Për çështje personale, familjare, është hapur lufta. Sidomos Izraeli, që hapi luftën serios, që ishte duke vrarë Palestinën me dekada. Fëmijë të Zotit, që sot rrinë jashtë në të ftohtë, pa ushqim. Hapi luftën kryeministri qëllimisht se do vinte në gjyqin në Izrael. Hapi luftën. Jasë që u bë. Po s'keni parë gjë akoma ju të Izraelit, apo të Evropës, të Francës, të Italisë, të Bullgarisë, të Polonisë, të Englezëve. Shikoni që do bëhet. Pra, u bë spre, u përhap me çdo vend. Amerika nuk do godasi dashur shqiptar, le të thonë njerëzit. Amerika është në mbrojtje. Amerika është në detin e shqiptarëve, në detin tonë. Amerikën, ushtrinë e kemi brenda në Shqipëri, janë Amerikanë, për të mbrojtur kufin tonë natyror. Kosovë, Malizi, Maqedoni, po ashtu, erdhi koha të marrëm çamërinë.